Organizimi për momentin është shumë mirë. Këtë javë jemi të zhvillu garat e grup moshave U20. Në të dy grup moshat janë 28 ekipe. Javën e kaluar ishin me grup moshat U18, ku ishin 34 ekipe. Pak këto grup mosha mundem me thonë që janë ma pak ekipe për shkak që kombëtarja U17 është në grumbullëm, po besoj që kishim pas kalama shumë ekipe. Interesimi është shumë i madh, sidomos të U18 ka qenë ashtu edhe në U20. Si çdo kampionat tjetër, presim çdo herë të ngritet beach volley, si çdo herë përgjithësi volejbolli në Kosovë ka shënuar një ngritje shumë të lartë. Po ashtu edhe në beach volley. Lojtë të shkojnë tepër mirë, organizimi është i mirë, edhe është shumë mirë për neve me pas mundësi në këtë. Opa! Bravo! Bravo! Në pjesën e kësaj gare nuk është që kemi pas shumë kohë më përgatit, po nuk është edhe keq. Po na shpresojna për më të mirën, me fitu, me pas mundësinë me lutja jashtë vendit, me përfaqësu vendin këto gara, që kjo është synimi jon kryesor.